Për shkak të agjendës, do të kemi kohë vetëm për dy pyetje, një për presidentin Osmani dhe një për presidentin Costa. Zonja Presidente, fjala për vjen. Faleminderit, i nderuar President Costa, të nderuar anëtar të delegacioneve, të dashur qytetarë që na përcjellni, të nderuara media. Sot kemi kënaqësinë që t'i urojmë mirëseardhje në Prishtinë për herë të parë presidentit të Këshillit Evropian, zotit Antonio Costa, një mik i vendit ton, i cili vjen me një bagazh, me një përvojë të gjatë që e bën këtë vizitë të rëndësishme në shumë dimensione. Mbi të gjitha, kjo vizitë është një dëshmi konkrete e angazhimit të Bashkimit Evropian dhe angazhimit personal të presidentit Costa për Kosovën dhe për të ardhmen e rajonit ton në familjen evropiane. Zoti President Costa, vizioni juaj për zgjerimin e Bashkimit Evropian si një projekt me rëndësi strategjike i cili forcon paqen, sigurinë dhe demokracinë në tërë kontinentin evropian është më i domosdoshëm se kurrë. Sepse në kohë si këto, kur zhvillimet politike dhe të sigurisë globale janë të paparashikueshme, nevoja për hapa të guximshëm është jo thjesht një opsion, por domosdoshmëri. Kosova është gati të ecë përpara në rrugën e saj të integrimit evropian. Institucionet tona po fuqizohen gjithnjë e më shumë vit pas viti. Qytetarët tonë pa asnjë dyshim janë më pro-evropianët në të rajonin dhe në tërë kontinentin tonë. Dhe nëse integrimi evropian është një rrugë që kërkon besim, përkushtim dhe durim, atëherë është koha që kjo të reflektohet edhe përtej fjalëve, por edhe me hapa konkret sa i përket integrimit të shtetit tonë në BE. Presim që në udhëheqjen tuaj të bëjmë këta hapa përpara dhe që në udhëheqjen tuaj Kosovës t'i hapet përfundimisht rruga drejt Bashkimit Evropian. E në mënyrë që të ndodhë kjo, natyrisht që shpresojmë që shtetet anëtare më në fund të pajtohen që të hiqen masat e padrejta ndaj Kosovës, të cilat po dëmtojnë qytetarët tonë, po dëmtojnë interesat e qytetarëve tonë dhe projektet kyçe që lidhen me vetë integrimin evropian. Këtë verë po bëhen 2 vite prej vendimit për vendosjen e masave. Çdo minutë më shumë me masat në fuqi është 1 minutë më shumë padrejtësie, por edhe 1 minutë më shumë larg jetësimit të ëndrrës evropiane të gjithë qytetarëve tonë pa dallim etnie dhe një vonesë më shumë e projektit të zgjerimit bazuar në merita. Po ashtu është koha përfundimtare që edhe të trajtohet aplikimi ynë për antarësim i dorëzuar që në dhjetor të vitit 2022, dhe ky dokument mos të mbetet vetëm një dokument i arkivuar, por shpresojmë që do të arrihet konsensusi që ky dokument, ky aplikacion të trajtohet me prioritet dhe të mandatohet edhe komisioni, pra në mënyrë që në frymën e bashkëpunimit, respektit dhe meritokracisë që edhe vetë BE-ja i predikon, të ecim përpara drejt statusit të kandidatit. Por mbi të gjitha, nuk mund të mos e përmend edhe çështjen e mosnjohjes nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shpresoj që edhe këto shtete, të cilat në fakt kanë përkrahur Kosovën sa i përket liberalizimit të vizave, por sa i përket antarësimit të Kosovës, shpresoj që edhe shtetet jonjose do ta trajtojnë atë si çështje strategjike, sepse nuk mund të ketë as stabilitet rajonal e as një Evropë të tërë, të lirë e të bashkuar, nëse një pjesë e kontinentit evropian mbetet peng i mos pranimit të një realitet ky i pakthyeshëm dhe i përhershëm. Kosova shtet sovran i lirë dhe i pavarur. Zoti President, siç diskutuam gjatë takimit ton, edhe sa i përket zhvillimeve në rajon, dialogu me Serbinë që ndërmjetësohet pikërisht nga Bashkimi Evropian, tani me emrimin e emisarit të ri për dialog, shpresojmë që do të sjellë një frymë të re, një qasje të balancuar dhe trajtim të barabartë të dyja paleve në këtë proces, nëpërmjet qasjes së re të leadershipit të ri të Bashkimit Evropian. Në Kosovë jemi të bindur se fokusi kryesor i këtij procesi duhet të jetë njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse përndryshe nuk do të kontribuante në paqe, stabilitet, afatgjatë e as në integrimin evropian të rajonit tonë. Megjithatë, duhet të përmend që vizita e fundit e Vučićit në Moskë në sfondin e një lufte që po e trondit Evropën, pra
luftës së Rusisë kundër Ukrainën, natyrisht se edhe pritshmëritë tona nuk janë premtuese. Vizita e tij në Moskë nuk mund të shihet në asnjë dritë tjetër përpos se një akt i qartë politik që sfidon edhe vetë qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e Evropës. Dhe nëse një vend pretendues për të qenë antar sillet kështu dhe nuk ballafaqohet me asnjë mas leadershipi i atij vendi, atëherë pyetja lind natyrshëm, çfarë mesazhi po i japet rajonit tonë? President Costa, nëse për dikë në këtë rajon, Bashkimi Evropian është njëri nga opsionet, ju siguroj se për Republikën e Kosovës dhe për popullin tonë, Bashkimi Evropian për herë ka qenë rruga e vetme. Jo vetëm njëra nga opsionet, por rruga e parë dhe e vetme. Nuk do duhej një gjë e tillë të merret si e mirëqenë, sepse me kënd qëndrojmë, për çka qëndrojmë, me kë linjëzohemi sa i përket politikave, kë mbështesim dhe me kë bashkëpunojmë, këto gjëra duhet të kenë rëndësi për një shtet që aspiron antarësimin në BE, dhe këto gjëra shpresoj të vlerësohen bazuar mbi veprat e jo vetëm bazuar në fjalë. Unë dua të besoj që këto mbeten themelet mbi të cilat ndërtohet rrugtimi i sigurt i një vendi drejt Bashkimit Evropian. Në takim diskutuam edhe për planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor, i cili është një hap konkret nëpërmjet cilit BE-ja ka treguar për kushtimin e vet në raport me zhvillimin e rajonit tonë, dhe shpresoj që sa më parë që të konstituohet kuvendi ynë, ky të jetë një prej hapave, vendimeve të para, pra ratifikimi i dokumenteve të nevojshme që do ta lejonte Kosovën që menjëherë të ketë edhe disbursimin e një pjese të këtij plani të rritjes. Besojmë që me përkushtimin e Republikës së Kosovës dhe me mbështetjen tuaj dhe institucioneve tjera të BE-s, ky plan i rritjes të shërbejë jetësimit sa më të shpejt të së ardhmës sonë në familjen e Bashkuar Evropiane. President Costa ju falenderoj për përkushtimin tuaj personal, për procesin e zgjerimit për rajonin e Ballkanit Perëndimor, ju siguroj për bashkëpunimin ton të ngushtë, por mbi të gjitha ju siguroj për përkushtimin ton të jashtëzakonshëm, që të ecim në këtë proces me hapa të shpejt. Ne jemi gati të ecim përpara, por presim që edhe dera të hapet një sekonde më parë, ndërkohë që ne trokasim prej vitesh me përkushtim, me reforma, me punë, por edhe me durim të madh. Ne do të takohemi sërish në Tiranë, nesër e pasnesër, në prag të samitit, por edhe gjatë samitit të liderëve të komunitetit politik evropian. Përderisa shpresoj shumë që kjo vizitë e juaja të jetë ogurmbar për zhvillime pozitive dhe hapa të rëndësishëm për Kosovën në rrugtimin ton evropian. Në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, ju falenderoj për vizitën, për përkushtimin dhe për mbështetjen tuaj. Madam President, first of all, thank you for hosting me here in Pristina, and it is a really pleasure to be here today with you. And I would like to welcome your personal commitment as President of the Republic of Kosovo with its European path. The enlargement to the Western Balkan countries is the most important geopolitical investment from the European Union, is my personal commitment too. I can't stress enough how important enlargement can be to the European Union, and I believe also for you and your country. It is an investment in peace and stability, and it brings considerable benefits to your citizens. The growth plan for the Western Balkans is a major opportunity. It is crucial to keep up the work on the implementation of your ambitious reform agenda, and so that you can reap the full benefits from it. I welcome your words about the Belgrade-Pristina dialogue. As you know, it is also vital
to make real and tangible progress in its dialogue and normalize relations between Kosovo and Serbia. This would come to the benefit of your European path and ultimately the lives of Kosovars. Kosovo's place is in the European Union family, but it also requires you to deliver on your commitments. With a new European Union special representative, Mr. Peter Sorensen, appointed this year, it is time to seize the opportunity and move forward. You have worked hard to strengthen your democracy over the last years, and I'm confident you will continue on the same path. This also includes building consensus among different political forces. Ultimately, it all comes down to building trust, to be a reliable and consistent partner, internally, with your neighbors, and with your European Union partners. Thank you very much, Madam President. Thank you so much. Faleminderit Presidenti Osmani, faleminderit President Costa. Tani do të marrim pyetjet juaja. Përshëndetje, jam Zunami nga Futbollit Televizion. Fillimisht e kam njëfike për Presidentin Kosta dhe për Presidentin Osmani. Zotri Kosta, si që përmendët dhe Presidenti Osmani në qershor bën dy vite që kur Bashkimi Evropian ka vendosur masat ndështruese ndaj Kosovës. Cila është arsyeja konkrete pse këto masa janë ende në fuqi, pavarësisht se ka një raport që ka rekomanduar heqjen e tyre, dhe a keni ndonjë datë se kur do të largohen. Dhe zonja Presidente, nëse nuk të shmendo, çfarë pret nesër nga takimi me liderët e partive politike pra situatës aktuale në Kuvendin e Kosovës. Faleminderit. If you would like to, whichever. Well, as you know, these measures are linked to the necessity to de-escalate the tensions in the region and in the north of the country. And what I wish is as soon as possible we have this de-escalation and then we can move forward and release these measures. And I hope that recent events don't represent a new trend, but is the exception to confirm the rule that you are fully engaged in this European path to de-escalate and, as Madam President said here today, to engage in this dialogue between Belgrade and Pristina. And we recently appointed a new representative to facilitate this dialogue, and this dialogue is a crucial element in this common European path to build a common future in the European Union. Sa I përket pyetjes së parë, siç e dini, kur janë vendosur këto masa, po ashtu nga ana e Bashkimit Evropian janë paraqitur një sër kërkesash, të cilat për mos t'ju marrë shumë kohë kanë përfshirë rikthimin në tavolinën e dialogut, gjë që ka ndodhur, kanë përfshirë krijimin e një baze të religjore për zgjedhje të parakoshme në komunat e veriut të vendit, gjë që ka ndodhur, dhe organizimin e atyre zgjedhjeve të parakoshme, gjë që ka ndodhur. Të tri këto kërkesa të Bashkimit Evropian, të cilat kanë qenë të përfshira edhe në të ashtu quajturën marrëveshje Bratislavës, në atë kohë me zotin Lajçak, janë plotësuar nga Kosova që një kohë të gjatë, që është edhe arsyeja pse ish përfaqësuesi I lartë evropian Borrell ka rekomanduar në verën e vitit të kaluar që masat restriktive ndaj Kosovës të hiqen në tërësi. Pra, ky ka qenë rekomandimi I vetë zotit Borrell, dhe së shpejti bën një vit prej se zoti Borrell, I cili edhe ka qenë udhëheqësi I dialogut formalisht, ka konstatuar se Kosova I ka plotësuar të gjitha kriteret e vendosura nga ana e BE-s në mënyrë që të hiqen masat. Ne e kuptojmë që konsensusi brenda Bashkimit Evropian është proces kompleks
dhe kjo nënkupton që secili shtet duhet të bindet dhe ne si Kosovë duhet të angazhohemi që të punojmë me secilin shtet veç e veç në mënyrë që asnjë prej tyre mos të ketë hezitim, sepse siç e përmenda më parë, janë qytetarët e Kosovës ata të cilët e bajnë barrën e këtyre masave restriktive. Sa i përket çështjes së dytë, unë i falenderoj liderët e partive politike që janë përgjigjur pozitivisht. Kjo është vetëm fillimi i një serie takimesh, ne do të vazhdojmë, varësisht se si shkojnë diskutimet nesër, do të vazhdojmë qoftë në atë format, qoftë në formate të ngjashme, qoftë në takime një nga një me liderët e partive, dhe si institucion i presidencës jemi në zbatim të detyrave kushtetuese, sepse siç e dini, neni 84 përcakton që presidentja e vendit ka për detyrë që të garantoj funksionimin kushtetues të institucioneve. Mos konstituimi i kuvendit të Republikës së Kosovës e rrezikon pikërisht funksionimin kushtetues të institucioneve, që është edhe arsyeja pse i kanë ftuar liderët që të diskutojmë rrugën përpara. Por nuk do të doja të paragjykoja tani për rezultatet, shpresoj që secili do të angazhohet duke vënë si parsor interesin e vendit. Dhe kur kjo ndodh, gjithnjë rezultatet janë pozitive. Kosova ka nevojë sa më parë për kuvend, nëse jo për asgjë tjetër, për atë që e diskutuam me presidentin Kosta në mënyrë që të ketë vendim të kuvendit të Kosovës për sa i përket planit të rritjes, por ka edhe shumë marrëveshje ndërkombëtare, ligje, dokumente tjera të cilat në qoftë se nuk ratifikohen e miratohen së shpejti, pëson Kosova, pëson shteti, pësojnë qytetarët tonë, dhe shpresoj që të gjithë liderët e partive politike këtë ta vendosin si prioritet gjatë diskutimeve nesër, të cilat tani, siç e thash, nuk mund të paragjykoj se si do të rezultojnë në fund. Faleminderit, Borim Zaric, qira në televizion në Estania. Kam një pyetje për presidentin Kosta. Presidenti ju pak më parë quajtët dialogun midis Kosovës dhe Serbisë si kyç për rrugën integruese të të dyja vendit. Siç dini, Kosova është në përpjekje të krijimit të institucioneve të reja, të kuvendit dhe të qeverisë, ndërsa Serbia po ashtu ka probleme të saj të brendshme. Si e planifikon Bashkimi Evropian ta ringjallë një proces të dialogut që siç e di ka kohë që nuk ka pasur rezultate konkrete në këtë proces. Dhe presidenti, mungesa e institucioneve të reja a shkakton të lashe në raport me aleatët dhe në rrugën integruese të Kosovës. Faleminderit. Well, as I said before, very recently the High Representative Kai Kallas appointed a new facilitator to this dialogue, and this signed our real commitment to contribute to facilitate this dialogue between Kosovo and Serbia. And we wish all the best for this dialogue. This is crucial for this European path. And for us, the enlargement to the Western Balkan countries is really a priority for us, and we are really committed to this. And the reason, because I used this week to visit the 6 different Western Balkans, is to say the same thing in all of them. For us, is a clear priority. Is the most important geopolitical investment we are doing, and we are here to deliver on this. And we are here to work with the different countries to achieve in this institutional cycle the accession process. And for this, of course, we count on each of those countries to give their part, to deliver in their commitments, and to work together. Is the reason because I'm here and I have this talk with the Madam President, and we will continue to talk tomorrow in Tirana with the other leaders of the Western Balkan countries, and I'm looking forward to continue to work in the coming months, the coming years, I hope few years, to achieve this process and to bring this process to a good harbor.
Si që përmenda edhe më herët, mos konstituimi i institucioneve ka, nëse mund të ndaj kështu dy lloj pasojash. E para është përmbajtësore, sepse mungesa e parlamentit nënkupton mungesë ratifikimi marrëveshjeve ndërkombëtare nga e cila kanë benefit, pra qytetarët e Republikës së Kosovës, fuqizohet shteti ynë, nuk mund të miratohen ligje kur s'ke parlament, kur nuk konstituohet parlamenti rrjedhimisht, dhe ky është një dëm përmbajtësor në raport me vendin. Por dëmi i dytë është dëmi i imazhit. Do të thotë sa më gjatë që shkon me mos konstituimin e institucioneve, dëmtohet edhe imazhi i institucioneve dhe besueshmëria e qytetarëve në institucione. Nuk po flas për individ, po për institucionet si shtyllë fuqishme e demokracisë sonë, por edhe dëmtohet imazhi ndërkombëtarisht. Kështu që shpresoj që të gjitha këto të merren parasysh dhe të kemi sa më parë një rezultat sa i përket këtij konstituimi. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen. Thank you, Mr. President, for Obrigado. Não tem que. Eu não tenho. Logo sei. Faleminderit. Faleminderit. Falle minderet. You will need it for tomorrow in Faleminderit. Tirana, so. Okay, so we'll have you Thank you. here. No, she think it's the How long is you? I went to give it? Hi, I'll swap you. Hi. Hello.